Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërisht me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, ditën e sotme për të ardhur pranë jush me lajmet më të fundit, me lajmet më dinamike, me lajmet më interesante, me lajmet që në fakt kanë ngritur një pikpyetje të madhe tek publiku shqiptar. Kënga Haram, që vetëm për 2 ditë, apo akoma pa bërë 2 ditë, ka vajtur afro 1 milion klikime, ka ngritur kureshtje të madhe të publiku dhe ka ngritur një hamendësim të madh se kush është personi që fshihet pas perdes të bardhë apo që kalon në klip dhe a është majica e gjestit që Xheneta qan mbi të. Nuk ka patur reagime nga ana e Xhenetës në asnjë mënyrë. Unë besoj dhe mendoj që as Xheneta, por as Adri dhe Iliriana nuk e kanë patur me qëllim që të kenë, do me thënë, imagjinata apo të kenë mendime të këtilla që të krijojnë në një projekt, të krijojnë në një këngë, të krijojnë një projekt gjigant dhe brenda saj në këtë periudhë të përfshihet gjesti. Shoh ca komente që njerëzit thonë që gjesti ka qenë te klipi, gjesti fshihet pas këtij klipi, është gjesti ai aty brenda, por nuk është e tillë. Tani do me thënë është jo normale dhe është çmenduri që gjesti në këtë periudhë do të bënte filma të këtilla, do të bënte situatë të këtilla. Do me thënë logjika, kur ne ta përdorim logjikën, kur ne të përdorim mendimet, kur ne të përdorim ideologjinë tonë, duhet të ulemi dhe t'i themi vetes tonë që prit, se edhe kjo imagjinata që ne bëjmë pikërisht në këto ditë është tepër e teprueshme. Është e pa imagjinueshme, është e pa menduar, do me thënë është tepër diçka që është e lodhshme psikologjikisht, është e lodhshme mendërisht. Dhe kjo historia që në fakt është sajuar se brenda videoklipit është gjesti që majica në të cilën qan Xheneta është majica që e ka hedhur dikur në trotuar, do me thënë duke përbuzur emrin e gjestit dhe tani e ka marrë dhe ja kushton këtë këngën gjestit, unë mendoj që Xheneta, Fetahu edhe gjesti, kapitullin e tyre të dashurisë, të emocionit, të pasionit, e mbyllën që në momentin kur përfundoi Big Brother VIP Kosova. Do me thënë aty u mbyll gjithçka. Natën që gjesti doli nga Big Brotheri, do me thënë u largua nga Big Brotheri, gjesti e tha një fjalë që unë këtu kam mbyllur kapitullin me Xheneta Fetaun. Ju e dini shumë bukur që Xhenetën nuk e kishte gjesti as në Instagram, do me thënë as nuk e ndishte dhe jam shumë i bindur për këtë pjesën, që Xheneta nuk është se ka bërë një videoklip bazuar në këtë historinë, që do me thënë publikut mendonte që është gjesti, që ka marrë majicën e gjestit dhe ka qarë. Zakonisht Adri dhe Iliriana kanë bërë përzgjedhje, ky është mendimi im gjithmonë. Kanë bërë përzgjedhje Xhenetën sepse Xheneta ka qenë dhe vazhdon të jetë personazh me influencë tek publiku. Ka shumë klikime, ka shumë ndjekje, të gjithë njerëzit duan të shohin se çfarë po bën Xheneta, çfarë lëvizjesh ka, çfarë po ndodh me të dhe normalisht, do me thënë duke i pasur të gjitha këto copat e puzzle-it, Xheneta krijon një puzzle dhe ky puzzle ka shumë klikime tek publiku shqiptar dhe vjen me dashurinë më të madhe. Edhe pse Xheneta nuk ka reaguar në asnjë mënyrë dhe në fakt unë nuk e pres që të reagon, sepse nuk është faji Xhenetës që të gjitha gjërat lidhen me gjestin, do me thënë në kuadër të klipit. Mua nuk më duket e tillë. Unë e shoh që pas perdes së bardhë hecën Adri dhe ajo sken është e krijuar nga kuptimi i këngës, që do me thënë është aq e lënduar protagonistja në fjalë që në këtë rast është Xheneta, që do me thënë ja bën të gjitha haram dhe i del si një
i del si një figurë, i del si një hije, i del si një njeri që ajo në fakt mendon që është ai, por realisht nuk është ai. Do të thënë e pret të kthehet i dashuri i saj, i dashuri nuk kthehet, do të thënë një zemër e plaguar, një zemër me emocione, një zemër me pasion. Të paktën unë kështu e shoh realizimin e këtij klipit dhe nuk ma merr mendja as pak që Adri dhe Iliriana do të bënin një lëvizje të tillë që për mendimin tim është e paimagjinueshme, del çdo konceptit, del çdo normalitetit që në dhimbjen më të madhe që familja Kelmendi është edhe gjesti është, të përdorni një personazh, një skenë të tillë për vetëm pak klikime në këngën e tyre. Do të thënë, nuk e shoh të tillë, edhe pse publiku mundohen që të gjejnë disa copëza, disa pika dashurie, le të themi, në këtë situatën, edhe ndoshta bazohen te ky fakti që Xheneta doli publikisht edhe u përlot në emisionin Se luan topin për gjestin, por nuk ma merr mendja që ka arritur situata deri këtu që Xheneta do të bënte një projekt, do bënte një këngë e cila në prapavi do me thënë të luante rolin e gjestit, ashtu siç bëhet në për komente. Kënga është shumë e përkthyer bukur, do me thënë është një këngë turke, e thash edhe ditën e djeshme, e disa herë përkthyer në gjuhën shqipe, nuk është vetëm nga Adri dhe Iliriana, do me thënë ka ardhur nga disa këngëtarë të tjerë, por duke u bazuar me originalitetin, Adri dhe Iliriana janë përshtatur më shumë sepse vetë këngën origjinale e kanë sjell një këngëtar dhe një këngëtare turke, të cilët i këndojnë dashurisë. Dhe pikërisht e përkthyer, le të themi 90% në gjuhën shqipe, është nga Adri dhe Iliriana dhe i përshtatet originalitetit. Xheneta është një aktore e papar. Unë e përgëzoj Xhenetën se sa bukur e ka luajtur rolin e protagonistes apo figurantes, siç thirret në gjuhën muzikore në videoklip, do të thënë ka qenë e mrekullueshme, e ka qarë këngën dhe pjesa kur kënga është e fokusuar dhe në sinkronizim të këndimit të Xhenetës, do të thënë që Xheneta e këndon haram haram krejt haram. Është një këngë që unë mendoj që Xheneta si figurante, ndërsa Adri dhe Iliriana e kanë përzgjedhur ta sjellin sepse çdo njeri i dytë mund të jetë lënduar nga dashuria, çdo njeri i dytë mund të ketë patur një njeri që ka investuar goxha shumë tek ai njeri dhe më në fund ja ka kthyer shpinën dhe zakonisht në këngët balada dhe sidomos me ndjesi të këtillë dashurie, ne e gjejmë veten dhe teksa e gjejmë veten, do me thënë arim atë qëllimin ton. Unë kështu e kam parë këngën, dua të marrë dhe mendimin tuaj, ju çfarë analize do t'i jepni këtij projekti? Do me thënë ka pasur diçka lidhje me gjestin apo jo?